Ke folur për bashkëshortin, po asnjëherë nuk e kemi parë portretin. Çfarë të pëlqeu tek ai? Do të thënë, si ndodhi që ju u bët çift, sepse ti ishe vetëm 18 vjeç. Dhe i bie që ke qenë, do të thënë, shumë e guximshme. Nga njëra anë bëje karrierë, nga ana tjetër krijove dhe familje. Po, atëherë ne nënat në mësonin që të vogla, të punonim, të gatuanim, edhe s'ishte problem fare kur ti vendosi për të krijuar një familje. E bëje ballë. Ti e krijove më herët se sa të gjitha shoqjet e tua. Pse? Re në dashuri kokë këm me... Në përgjithësi atëherë të vogla martoheshin vajzat. Se po të kalonte mosha, s'të merrte njeri pastaj. Vërtet? Se çka kjo që se marri? Ngeli në shtëpi, ngeli te mamaja. Kur quhej ai kufiri që kaloi mosha e një vajze? Sa ishte mosha? Se di. Po ishte 25, mbas 25-s, po. Edhe si ta rrëmbeu zemrën? Po duke qenë artist i madh, duke qenë dhe njeri mrekullueshëm, tani këto gjëra shikohen njeriu në radhë të parë. Ishte i pashëm, ishte i bukur? Po, shumë i bukur. Megjithatë shikohet njeriu në raste të tilla. Kohët e sotme nuk shikohet daq njeriu, Po, nuk zgjidhet daq njeriu, ndaj po të pyes. Po unë për veten time jam shumë e kënaqur. Me verën me datën, mirë se erdhe. Mirë se gjeta.